Izeti është një nga nxënësit e huaj që ndjek mësimin në shkollën nëntëvjeçare Vaçezela në kryeqytet, i ardhur nga Turqia, tregon se Shqipëria i ka ofruar një ambient shumë miqësor. Kishe fillu në klasë të tretë, edhe atje shokët e mi ishin shumë të mirë, deshin ta ndihmoj mua, por prapë se prapë, unë nuk dija Shqipen, fillova nga e para në klasë të parë. E pëlqej më shumë njerëzit e Shqipërisë sa te Turqia, dhe këtu mos të kuptojnë që Turqia është shumë keq, edhe Turqinë e kam në zemër. Izeti pëlqen shumë gatimet shqiptare, megjithatë ka diçka që i mungon më shumë nga Turqia. Këtu brek është më i mirë se Turqia, sepse ka lloj brekësh të tjera, më merr shumë malli, qoftë te nënës time, gjyshjes time, më merr shumë malli. Edhe mamaja e tij pohon se jeta në Shqipëri ka dhënë më shumë qetësi familjes së saj. Prej 4 vitesh jemi këtu, edhe Turqinë e dua shumë, por që kur kam ardhur këtu jam më i qetë, më i lumtur. Më parë kemi jetuar në Durrës, edhe atë qytet e kam dashur shumë, por Tirana më duket më e gjallë, më e këndshme. Në të njëjtën shkollë, edhe Ahmedi me origjinë nga Siria ndihet plotësisht i integruar. Trima luftëtar, ju binde Skënderbeu. Kërkon një shqiptar lirinë e Mëmëdheut. I lindur dhe rritur në Shqipëri, e konsideron vendin si shtëpinë e tij. Dhe Shqipëria është shumë e bukur edhe njerëzit janë të mirë. Më pëlqen se është një gjuhë e bukur dhe Shqipëria është një vend shumë e bukur. Pasi është nëna që tregon historinë e sakrificës dhe zgjedhjeve të familjes së tyre për një jetë më të mirë. Burri im punon këtu nga 28 vjet. Vendi e bukur, qetë, natyral është shumë e bukur. Afër nga natyral Siri. Në çdo familja në Siri ka njeriu ose familja, komplek familja vdekur në Siri. Në fund është Mirai, një nxënëse e ardhur nga Turqia, e cila po përshtatet me gjuhën dhe jetën në Shqipëri. Shqipëria më duket një vend shumë e bukur, është një vend shumë e bukur, edhe njerëzit janë shumë të ëmbël. Sa shkronja janë njëjtë me ato të turqishten, po vetëm që lexohen ndryshme dhe ndonjëherë e gaboj. Deri në fund të vitit 2025, sipas regjistrit elektronik për të huajt, numri të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri arriti në 27.514 banor, nga këta të ardhur nga Turqia ishin 1.862 persona.